Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e parë për këtë javë të emisionit 60 minuta. Në ditën e personave të zhdukur gjatë luftës, pas pak në një linjë direkte do ta kemi kryetarin e Komisionit Qeveritar për personat e zhdukur në Kosovë, Anden Hotin, me cilin flasim për rezultatet e deri tanishme në zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë, për gërmimet e lokacionet në cilat është punuar deri më tani, sidomos në Serbi, por edhe në Kosovë dhe insistimin e Kosovës në dialog me Serbinë për zbardhjen e gjetjen e mbi 1600 trupave, të cilët vazhdojnë të figurojnë si të zhdukur. Të gjitha këto i diskutojnë pas pak në këtë linjë direkte, por si zakonisht në fillim lajmet kryesore ditës. Gjykata në Prishtinë lëshon flet arrest për Milan Radojqićin për krime lufte. Ai së bashku me 19 serbë të tjerë dyshohen për vrasjen e 106 civilëve shqiptar në Gjakov gjatë luftës. Pritja e energjisë elektrike nuk do të prek banorët e komunave veriore. Kjo sipas ZRE-s, pasi Elektroserveri operon jashtë sistemit furnizuesit me shërbim universal. Komuna e Prishtinës rinis punimet në sheshin Gjergj Bosh. Ato nisen pavarësisht dalimit nga inspektorati i trashëgimisë kulturore. Presidenti rus Vladimir Putin shpalla në pushim të njëanshëm 3 ditor në Ukrainë. E Kijevi ende nuk i është përgjigjur kërkesës për anëpushim. Ndaj Milan Radojqićit dhe 19 serbëve të tjerë është lëshuar urdhër arrest nga gjykata themelore në Prishtinë. Ata dyshohen se në maj të vitit 99 kanë vrarë 106 civil shqiptar në Gjakov. Dhe Radojqićit ka dhe letër rështim ndërkombëtar si akuzuar për sulmin terrorist në Banjë të Zveçanit më 24 shtator 2023, ku mbeti vrarë rreshteri policor Afrim Bunjaku. I akuzuari kryesor për sulmin terrorist në Banjsk Milan Radojqić nga tash është i kërkuar nga organet e drejtësisë së Kosovës edhe për krime lufte. Ndaj tij dhe 19 serbëve të tjerë, gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër arrest për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Mund të konfirmoj se Prokuroria Speciale e Kosovës i ka bërë kërkesë për lëshimin e urdhër arrestit dhe gjykata themelore ka lëshuar urdhër arrest për personat që keni pyetur. Ata dyshohen se në maj të vitit 1999 kanë vrarë 106 civil shqiptar në Gjakov, raportoi betimi për drejtësi. Milan Radojqić akuzohet edhe për sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, për të cilin edhe ka pranuar përgjegjësinë. Për këtë rast, gjykata ka lëshuar letër rreshtime ndërkombëtare për sigurimin e prezencës së Radojqićit dhe të pandehurve të tjerë në procedurë. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 11 shtator 2024 ka ngritur akt akuzë kundër Radojqićit dhe 44 të tjerëve për sulmin e 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Të akuzuarit ngarkohen se përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, tentuan ta shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës e t'ja bashkojnë Republikës së Serbisë, me çrast si rezultat i dhunës së përdorur ka mbetur i vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku e u rrezikua jeta e zyrtarëve tjerë policor dhe popullatës civile. Akt akuza e Prokurorisë Speciale ngarkon 44 persona fizik dhe 1 person juridik. Në kohën e sulmit, Milan Radojqići ishte nënkryetar i listës serbe. Qendra burimore për personat e zhdukur e ka shënuar ditën kombëtare të viktimave të zhdukura me forcë, ku ka kujtuar kontributin e themeluesit të kësaj organizate Bajram Qerkini. Mërgim Memović tha se mungesa e Bajram Qerkinit ndihet thellë dhe se çështja e të zhdukurve mbetet humane dhe jo politike, ndërsa koha vetëm sa e rëndon plagën. Për ne si qendër kjo datë është më e vështirë. Sot nuk e kemi shtyllën organizatës dhe nuk e kemi figurën që e ka nisur këtë çështje. Bajram Qerkini u bë simboli qëndresës dhe i luftës për të vërtetën. Me urtësi ishte në balë të kësaj betejë, edhe në moshë të shtyr deri në frymën e fundit. Rreth 1600 persona janë në listën e të pagjeturve. Kujtimi i Qerkinit na bën të vazhdojmë rrugtimin e tij. Le të shërbej kjo di që ta bëjmë zërin më të fuqishëm, sepse çështja e personave të zhdukur është çështje njerëzore dhe humanitare e më së paku politike, ka thënë Memović. Jem duke folur për Baca Bajram Qerkinaj,